Dashi. Dita nis me një nevojë të fortë për organizim dhe planifikim. Është e rëndësishme të shmangësh vendimet e caktuara dhe të fokusohesh në strategji afatgjata. Demi. Vëmendja juaj do të përqendrohet tek stabiliteti financiar. Një mundësi e vogël mund të sjellë përfitime nëse trajtohet me kujdes. Binjakët. Komunikimi dhe idetë e reja janë në qendër të ditës. Mund të merrni informacione të rëndësishme që ndikojnë në planet tuaja. Gaforja. Jeshmëria juaj rritet dhe ju shtyn drejt reflektimit të thellë emocional. Është një ditë e mirë për të kuptuar veten më mirë. Luani. Energjia sociale është e fortë dhe ju ndihmon të tërheqni vëmendjen në ambiente profesionale ose shoqërore. Virgjëresha. Organizimi dhe disiplinimi i detajeve do të jetë çelësi i suksesit gjatë kësaj dite. Peshorja. Kërkohet një balancë e kujdesshme mes detyrimeve dhe jetës personale. Vendimet e vogla sjellin qetësi. Akrepi. Intuita juaj është shumë e fortë dhe ju udhëheq në situata të paqarta. Shigjetari. Është një ditë e mirë për të vendosur qëllime të reja dhe për të menduar afatgjat. Bricjapi. Përgjegjësitë rriten dhe kërkojnë një përkushtim të plotë me disiplinë. Ujori. Kreativiteti juaj dhe mund të lindin ide të reja të rëndësishme për projekte të ardhshme. Peshqit. Keni nevojë për qetësi dhe reflektim të brendshëm për të rikthyer ekuilibrin emocional.